është mbështetur kryesisht tek Çabej dhe Çabej është mbështetur kryesisht të ashtu quajturit albanolog slav, të cilët për arsye të ndryshme, edhe ata nuk kanë bërë etimologji, sepse të thuash që fjala zverk e shqipes vjen nga greqishtja, dhe gjuhëtari më i madh grek të thotë fjala zverk e greqishtes vjen nga shqipja, këtu ka diçka që nuk shkon. Këta njerëz që ne i mbajmë si të mëdhenj, si figura të mëdha kombëtare dhe të shkencës, nuk njohin parimet shkencore të etimologjisë. Njohin vetëm një parim që quhet parimi fonetik, por dhe me të abuzojnë. Dhe i pari që ka abuzuar ndër këta është Çabej, sepse nuk njeh parimin morfologjik, nuk njeh parimin ekonomik, parimin e muzikalitetit, parimin e funksionalitetit, parimin e veçorisë kryesore të asaj që emërtohet. Pra, nuk njeh parime shkencore dhe nuk ka shkencë pa parime. I tillë është edhe Çabej. Tani, ju